الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعين به ونستهديه ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل من بعث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله جل شانه وجل جلاله وفالندرين për begatit e ti të panumërta. Atë e falenderojmë dhe prej ti ndihmë, mëshirë dhe udhëzim dhe falje kërkojmë. Mi pejgamberin ton, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë duke dëshmuar se nuk ka Zot tjetër të vërtet përveç Allahut. Dhe duke dëshmuar se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi dhe i dërguar i tij, Allahu e dërgoi me shpalljen e fundit, në të cilën është lumturia e njeriut në këtë botë dhe arritja deri tek shpërblimet e Allahut në ahiret. Fjalët më të vërteta janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është suneti i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, sikur dje të ishte fillimi i muajit të Ramazanit. Sot është dita e 14. Do më thonë sot të plotësohen 2 javë. Nëse secili nga ne, sinqerisht, e pyet veten e tij, a thua vallë, këto ditë i kaluam ashtu si duhet? Mendoj se tek shumica përgjigjja do të ishte zhgënjyese. Akoma nuk jemi vetëdijsu që mundësitë që na jep Allahu subhanahu wa taala nuk kthehen. Sikur se nuk kthehet ajo ditë që kalon, ashtu ka mundësi që mundësia e Ramazanit mos të kthehet edhe një herë tek ne. Ky moment, ta thuajmë mesi i Ramazanit, është një moment i volitshëm që njeriu të ndalet, të bën një analizë, të bën një reflektim, të mendoj mirë e hollësisht për disa çështje. Unë për këtë hutbe i zgjedha 3 çështje për të cilat njeriu duhet me mendu. Çështja e parë, unë si person, a jam razi, a jam në rregull, a është i dobishëm ky agjerim që agjerova deri sot? Apo ky agjerim është vetëm etje dhe uri pa ndonjë pasqyrim tjetër në përmirësimin e jetës tonë? Agjerimi jonë a është agjerim hakikat, apo është agjerim vetëm që shihet, me të cilin vetëm e privojmë vetveten nga ushqimi dhe nga pija dhe nga gjëra tjera në kohën e caktuar? Këtë më së miri do ta shohim nëse analizojmë gjendjen tonë me namazin. A u ka përmirësuar namazi jonë apo nuk u ka përmirësuar? Si është gjendja jonë me përmendjen e Allahut? A e kemi shtuar përmendjen e Allahut apo e kemi pakuar? Si e kemi gjendjen tonë me fjalët që i themi? Fjalët, a kemi kujdes se çfarë flasim? Apo akoma vazhdojmë me avazin e vjetër, duke fol fjalë të mëdha, të cilat nuk i mendojmë, e ndoshta ato fjalë bëhen shkak që ne të rrshqasim në xhehenemin 70 vite. 70 vite, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duhet ta shikojmë edhe gjendjen tonë me sadakan, me lëmoshën. A u ka përmirësuar? Edhe këtu duhet ta ceki se sadakaja nuk është vetëm diçka materiale që japim. Sadakaja, të nderuar vëllezër, është edhe buzëqeshja. Sadakaja është fjala e mirë. Sadakaja është madhërimi i Allahut me fjalët subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber. Edhe kjo është sadaka. Si është raporti jonë me njerëzit tjerë? A u ka përmirësuar sjellja jonë? Apo akoma më tepër u ka acaru dhe u ka ashpërsu?
edhe u ka shtu armiqësia mes neve. Nëse përgjigjet janë negative, do me thonë nuk ka asnjë lloj përmirësimi, atëherë agjerimi nuk e kemi hakikat. E kemi agjerimin sipas rregullave të fikut, kur vetvetes janë ndalojmë ato gjëra që Allah i ka ndaluar për një kohë të caktuar, ndërsa përmirësimi që pritet apo pasqyrimi i dobive të agjerimit në jetën tonë, në ibadetin tonë, në adhurimin tonë, nuk shihen. Madje, mundemi lirisht me thonë se ky agjerim nuk është agjerim hakikaten. Dietarët e kanë ndarë. Ka agjerim që quhet as-siyamu hukman. Agjerim sipas dispozitës. Nëse një njeri nuk ha, nuk pi, ai llogaritet se është agjerueshëm. Ndërsa hakikaten është ai njeri i cili agjerimin e tij e bën sebeb për ta përmirësuar imanin e tij, për ta forcuar imanin e tij, bindjen e tij dhe për t'u bërë musliman më i mirë. Edhe ne disa herë kemi përsëritur se qëllimi i agjerimit është ne të jemi më të devotshëm. La'allakum tattaqun, që ju të bëheni më të devotshëm. Prandaj edhe pejgamberi na ka porositur, njeriu vazhdimisht ta llogarisë vetveten, edhe ta analizon çdo vepër që e ka bërë. Sepse nëse e lëm kështu pa i menduar gjërat, do të befasohemi. Kur ditën e gjykimit ne presim agjerim të Ramazanit, ndërsa atje nuk e shohim. Sikur nuk e kemi agjeruar. Prandaj besimtari i analizon, i vlerëson, i llogarit veprat e tij. Pejgamberi ka thonë: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Llogaritni vetveten tuaj para se të tjerë t'ju llogarisin, për domethënë para se të vjen dita e llogarisë para Allahut subhanahu wa taala. Çështja e dytë, për të cilën ne duhet të ndalemi të mendojmë, është si e vlerësojmë në Ramazanit. Me fjalë, s'ka muaj më të mirë se Ramazani, sultani i muajve, i zgjedhur i muajve, efendiu i muajve, mbreti i muajve. Ndërsa në realitet, nëse e shohim se sa shpejt i humbim këto ditë, këto qaste, këto momente, këto sekonda, këto minuta, këto orë, këto ditë, këto javë të këtij muaji, dele kundërta, dele sikur ne nuk e vlerësojmë. Të nderuar vëllezër, Ramazani është një dhuratë shumë e çmueshme. Dhe ti, nëse dëshiron ta vlerësosh ashtu si duhet, duhet ta mundosh ta ruajsh. Ta ruash që mos ta humbish këtë mundësi. Një dietar quhet Ibnul Jauzi thot: "Prej gjërave që më së shumti habitin, hutojnë, s'di çka të them, është armiqësia e njeriut ndaj kohës që ja ka dhënë Allahu. Dushmanllëk kemi ndaj kohës që Allahu na e ka dhënë. Ne ndoshta nuk themi, ja unë urej këtë kohë që ma ka dhënë Allahu. Jo, këtë prej neve dëshirojmë që këtë kohë të na zgjatet, sa më tepër të jetojmë këtë dunja. Ndërsa në realitet me vepra jemi dushman të asaj kohës. Pse? Në vend se ne mbush me vepra të mira, ne mbushim me vepra të kota, me fjalë të kota, me gibet, me përgojim, me armiqësi. Vetëm mos hinin ndonjë çajtore pas namazit të teravive. Do sa nuk e kanë falë as teravit. Flasim për teravit që është namaz vullnetar, për namazet tjera ala ma pak bëhet fjalë. Çfarë muhabeti, çfarë humbje të kohës, edhe ti atje sheh realitetin e fjalës që thot njeriu, këto njerëz janë dushman të kohës që e kanë. Janë dushman të kohës që Allahu ka dhënë. Prandaj thot, atëherë kuptova se vetëm një grup i caktuar i njerëzve Allahu i ka begatuar dhe u ka bërë me dije se sa vlerë ka koha dhe ymri që Allahu të ka dhënë. Nëse kësaj ashtojmë se kjo kohë që jetojmë tani është muaji i Ramazanit, muaji i zgjedhur, atëherë humbja është shumë fish më e madhe nëse një njeri nuk e vlerëson këtë dhuratë e Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse me kthy me shtim të ibadetit dhe të adhurimeve, ne ndoshta e kthejmë me mëkate, me humbje të kohës dhe me gjëra që nuk i do Allahu subhanahu wa taala.
Ne jemi të prirë t'i ruajmë parat, dinart dhe dirham, pasurin. Dërsa një dietar thot, ruajtja e kohës, apo humbja e kohës është më e dëmshme për njeriu se sa humbja e pasurisë së kësaj dunjaje. Sepse kur e humb kohën, nëse nuk e ka mbush me ibadete, ai automatikisht e humb përjetësinë, ahiretin. Dërsa nëse humb paratë dhe pasurinë, e humb diçka që është e lidhur me këtë dunja, dhe ndoshta nuk ndikon në ahiretin e tij. A e dini njerëz kush janë ata njerëz që shumë lehtë e humbin kohën, edhe nuk e din bereqetin e kohës dhe ymrit dhe risku që ta jep Allahu? Thot një dietar, mëkatet, gjunahet dhe gafleti. Gjunahi, shkak se ti nuk e vlerëson kohën. Edhe gafleti, kur zemra jote është mbuluar me një pluhur, edhe nuk e lën shejtani as nefsi yt që ai shpirt të zgjohet për gafletit, kjo ta bën që ti mos ta vlerësosh kohën. Mos ta vlerësosh me vepra, se do shta me fjalë ti thu bash, se për mu s'ka si koha. A koha është ajo me të cilën Allahu është betuar, ka thënë wal asr, pasha kohën. Koha e cila është, siç thot një dietar, kapitali kryesor që e posedon njeriu. Prandaj kur vdesin njerëzit, thonë Rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. O Allah, më kthen dunja që t'i shtoj veprat e mira. Por Allahu na e tregon realitetin. Këta njerëz e kanë vetëm fjalë, sepse nëse kthehen, do të veprojnë sikur se kanë vepruar para se me vdek. Do të prapë do të kthehen në gaflet, prapë do të kthehen në mëkate dhe kështu me radhë. Një dietar thotë, të nderuar vëllezër, jeta që të ka dhënë Allahu është amanet. Ai i cili e humb do të pendohet në atë ditë kur nuk i bën dobi pendimi. Ka më bë pishman, ama në ditën e gjykimit pishmanllëku nuk të bën dobi. Prandaj ta vlerësojmë, të nderuar vëllezër, këtë mundësi që Allahu na e ka dhënë. Edhe të mundohemi ta shfrytëzojmë. Edhe mos të bëhemi pjesë e asaj duash që shpeshherë përsëris, nga se mdëm shpirti, se shumica e njerëzve nuk e kuptojnë si duhet. Është poshtruar, është i mallkuar disa e për këtejnë. Ai njeri i cili e arrin muajin e Ramazanit, del prej muajit të Ramazanit dhe nuk bëhet shkak që t'i falen gjunafet. Nuk bëhet shkak që t'i falen gjunafet. Çështja e tretë, rreth të cilës ne duhet të mendojmë. Ne, fatkeqësisht, jemi të kapluar nga shumë lloje të smundjeve të zemrës dhe të shpirtit. Ignorancën e kemi këtu. Zullumin, padrejtësinë e kemi këtu. Ngurtësinë e zemrës e kemi këtu. Devijimin e kemi këtu. Dalaletin e kemi këtu. Armiqsinë dhe mosmarrveshjet i kemi këtu. Allahu xhaleshanu në këtë muaj e ka zbritur në qiellin e dunjas Kur'anin të plot. Pastaj brenda 23 viteve ka zbrit Kur'ani mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë Kur'an që ne e kemi lanë pas dore, e kemi haru, apo e lexojmë vetëm mekanikisht, vetëm duke i nxjerrë shkronjat dhe zërat, ndërsa as pak nuk mendojmë për porosit. Unë e gëzohem kur të kuptoj se dikush e ka mësuar Kur'anin për mens. Ky njeri është njeri i mirë, po le ta dije se ai edhe vetveten e ka ngarkuar me një përgjegjësi shumë të madhe. Nëse Kur'ani nuk shihet në sjelljen e tij, në fjalët e tij, në jetën e tij, ai Kur'an ka me qenë dëshmitar kundër tij. Jo dëshmitar për të, jo dëshmitar për dobinë e tij, po do të jetë dëshmitar kundër tij. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitab yutla alayhim." A nuk i mjafton atyre që Allahu i ka begatuar duke ta zbritur ty, o Muhammed, këtë libër i cili u lexohet atyre. U lexohet. Pastaj thot: "Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra li qaumin yu'minun." Me të vërtet në këtë libër është çka? Rahmeti i Allahut. A dëshirojmë që Allahu më na kaplu me mëshirë me rahmet,
ta lexojmë këtë libër. Dhe në këtë libër e kemi përkujtimin prej kujt? Prej atij që na ka krijuar edhe që më së miri e din gjendjen tonë dhe hallin tonë, Allahu subhanahu wa taala. Në një ajet tjetër Allahu thotë: "Qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur." Ju erdhi përkujtimi prej Zotit tuaj dhe ju erdhi shërimi për atë që i keni brenda krahërorëve tuaj. Pastaj thot: "Wa hudan", udhëzim, "wa rahmatan lil mu'minin", është udhëzim dhe mëshirë për besimtarët, për ata që e besojnë këtë libër. Nuk mjafton ta besojmë vetëm me fjalë, por duhet ta besojmë edhe me vepra. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala kur flet për Kur'anin thot: "Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum." Ne u shpallëm juve librin në të cilin është krenaria juaj, lartësimi juaj, fitoria juaj. Nëse doni me qenë krenar, fitimtar, gradnimtar të parët e dunjas, kthehuni këtij libri. E në Ramazan është koha shumë e volitshme që ta fillojmë rrugtimin ton me këtë libër, me fjalët e Allahut, ky rrugtim për të cilin shpresojmë që ta përfundojmë në momentin kur Allahu e dërgon melekun e vdekjes me na i marr shpirtin. Të mos ndaheni prej Kuranit deri në frymën e fundit. Vetëm kështu do të arrijmë të jemi falënderues dhe mirënjohës për këtë Kur'an që Allahu na e ka zbritur, dhe vetëm kështu do të arrijmë që ta adaptojmë, ta bëjmë që morali ynë dhe besimi ynë dhe adhurimi ynë të jetë ashtu siç e ka paraqur Kur'ani, libri Allahu subhanahu wa taala. Efela taqilun. Përfundon ajet thot: "A nuk mendoni, a nuk analizoni o ju njerëz?" Me të vërtetë është koha të ndalemi, të mendojmë, të përdorim këtë tru që Allahu na e ka dhënë dhe ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar dhe të dalim para Allahut me mëkate të falura dhe vepra të pranuara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.